Replika me tone të forta dhe akuzat të ndërsjellta kanë shkëmbyer Erald Kapri, Partisë Mundësia dhe socialisti Tauland Balla. Gjatë diskutimeve në seancë, ligjvënësi opozitar akuzoi qeverinë dhe majorancën se përmes projekt ligjit për shitjen e tokës bujqësore shënohet vjedhja e radhës. Qeveria ka vendosur të shesi Shqipërinë, të vendosë gjithçka në shitje, që Edi Rama të qëndrojë pushtet, hiqni dorë nga këto, respektoni të drejtën e shqiptarëve për pronësinë, sepse ndryshe fundi juaj do jetë shumë më i rëndë se çka keni imagjinuar. Nuk është thjesht largimi nga politika. Nuk është thjesht largimi nga politika. Mos guxoni ta sillni atë projekt ligj në parlament, sepse parlamenti më pas do rrethohet nga 10 mira pronarë shqiptare që nuk do e falin më Edi Ramën. Edhe ty Tauland, patjetër. Fjalëve të Kaprit, kreu i grupit socialist ju përgjigj duke cilësuar atë si gënjeshtar profesionist. Gënjeshtar me pagesë. Më thonë kolegët që të nxjerr mesazhet të tua dhe të familjarëve tu, erdhe këtu dhe the që ligji për tokën bujqësore është me porosi dhe po e bën Taulandi me porosi, ndërkohë që Taulandi Bika pas ka korruptuar Bashkimin Evropian, Komisionin Evropian, një kapitull të marrëveshjes për antarësimin. Prandaj, gënjeshtrat i kanë këmbë të shkurtra. Këto akuza deputeti i Partisë Mundësia i cilësoi shantazhe të mirëfillta. Vjen këtu dhe më shantazhon mua me familjen time. Dhe ky është një model që ndryshon, që përdorin gjithçka për të shantazhuar çdo që ka guximin të thotë qoftë edhe mendimin e tij, të përmendin familjarët. Se çfarë duhet ndodhi më shumë? Edhe në këtë seancë munguan të gjithë deputetët e Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë.